A i në normal, qysh po qëtë një tatuazha, qysh për ndrën në krimin e Zotit, o e njerës. Shkani mëre mas çdo ahmake, mas çdo idiote, mas çdo trendi që të tranën. Kthjellu pak, kthjellu. Ose ndryshani krimin e Zotit. Kush ja u ka falu a trup? Vetë si në kriju. Kthjellu pak. Për çka i keni met, për çka u ka vonë Zotit? Qysh më ndryshohet krimi i Zotit? Veç tani po djegni keq. Po djegni keq, kapni pendon të Zotit, kërkoni falje, kthenu taj. Kthenu taj se qështu nuk shkon jeta. Banu formë naturale që ka falë dhe Zotit çdo sen mire kalon. Adhuran e Zotin, kthenu në rrugë ti. Pendonu, nëse veç se keni ranë atë gabim, nëse veç se keni vendos të tazha kapni pendonu, edhe në tjetë aja një shenje pendimit për të ardhmen që mos me përsërit. Se njerëzit që pendohen, Allah i falë. Prandaj, kjo le tjetë mesazh për ata që nuk kanë vendosur me tatuazha, që të mos vendosin, se mujnë me ranë mallkim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mallku ata që të ndryshojnë krimin e Allahut që vendosin tatuazha. Por edhe ata cilët vetëm se kanë ranë këta të pendohen, të mos shtojnë ma shumë tatuazha, po të kthehen, të pendohen, kthehen në rrugë Zotit se ajo rrugë s'ka hajër pisaj.